Një sipërmarrës tjetër që në një farë mënyrë po bën diçka dhe pak më autentike, më bimore, le të themi, është kompania Merja. Mund ta flasësh pak për kompaninë Merja dhe një prezantim të vogël për ju, çfarë lindi gjithë këtë Kompania Merja është një kompani shqiptare dhe ndër të paktat në Shqipëri, e cila është fokusuar tek pjesa e sjelljes së natyrës shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Pjesa e çajrave tonë është formuluar më së shumti nga ylli Merja. Kemi çajin e malit që është imi i preferuari. I cili tani kjo bëhet në Shqipëri? Po, të gjitha bimët këtu janë të marra nga malet e Shqipërisë. Ku mund të gjejnë njerëzit? Në Instagram, në website? Në Instagram, në website, ne tani kemi hapur një pikë në Boston, në New York, në New Jersey, Connecticut dhe Michigan. Dhe po zhvillohemi në Florida dhe në Texas. Shumë mirë. Ne do vendosim detajet, dhe pse jo të blejmë produkte shqiptare, organike, bimore, sepse jo dhe t'i përdojnë në mënyra të ndryshme se sa të blejmë në dyqanit. Të drejtë nuk e nga parë deri më sot çaj mali të shitet në dyqan, kështu që edhe ne tani kemi hyrë, domethënë për në tregun amerikan më së shumti, po fillimisht kemi filluar me komunitetin shqiptar, duke qenë se na njohin dhe ne kemi. Të uroj shumë suksese.